Marka Peugeot vendosi që Luizi të jetë ambasadori i kësaj marke në Shqipëri. Natyrisht që për Peugeot është një sinjal pozitiv dhe unë shpresoj që në Shqipëri atë sukses që ka pas Luizi këto vite, edhe Peugeot-ja ta ketë gjithandaj. Peugeot-ja mbetet një nga markat më të mira, një nga markat më moderne dhe markat më të mira për udhëtim. Kështu që unë uroj Luizit të ketë një makinë shumë të mirë dhe uroj që ai ta mbaj siç e meriton Peugeot-ja. Si fillim, duhet të falenderoj zotin Avci Konali për këtë merci, privilegj që është edhe dytërim. Dhe që kam për Francën, pse? Se kam jetu 7 vjet atje dhe mua në fund ma kanë ditë se kam bërë 7 vjet atje. Jam shumë i nderuar edhe po mundon që ta marrë këtë video shpejt se mos po ndrojnë mendën, domethënë po ndrojnë. Por unë them që Peugeot-ja është në vetëm makina që ka fillu trendin e makinave elektrike, hibride, që për ne shqiptarët besoj janë më ekonomike, se naftës që ki besën kur. Edhe unë për veti e kam marrë Peugeot, doja t'rregoj, do e shihni, është shumë e bukur, është shumë familjare, ekonomike, e sigurt, gjitha, doja t'rregoj me detaje kur bëj videot më rënd. Dhe do ju them që do ju maj si i thojnë, do ju maj të intonun këtu tankohen të unë për me tregu se qa do nëllin me Peugeot, si do ecin, si do vinë Shqipëri, qa modelesh do vinë për femra, për meshkuj, familjare, për punë, për gjithçka. Faleminderit edhe zoti Avni, faleminderit Peugeot-s, merci beaucoup. Sa e bukur është, sa e bukur është. Duket si kapitën skuadrën. Shikoj fotot ti.